Përshëndetje, këtu jena me nivelin e parë të gjuhës gjermane. Po fillojmë me alfabetin. Das alfabet. Alfabeti. A. B-ja është barabartë me B. C. D. E. F. G-ja G. H-ja H. I. J-ja J. K-ja K. L-ja L. M-ja M. N. O. P. Q. R. S-ja S. T. U. V. V. X. Y. Z-ja Z. Tash e kena edhe disa shkronja që nuk gjenden në gjuhën shqipe. A-ja me 2 pika është e zgjatur. O-ja me 2 pika Ö është barabartë me O e zgjatur. U-ja me 2 pika Y. Edhe kjo SZ ose ndryshe lexohet gjatë leximit S. E kemi edhe disa shkronja tjera. Nëse kemi 2 S-ja, është barabartë me S. Nëse kemi kështu, është barabartë me Q. Q e fortë, pra. ST-ja është barabartë me SHT. Pra S-ja lexohet sh. Në këtë rast kur e ka t-n prapa. SH-ja është barabartë me H. Pra në rast se kemi CH, atëherë është H. Z-ja është barabartë me C. Pra ku e kemi Z, lexojmë C. E I është barabartë me aj. S-ja lexohet Z. V-ja lexohet F. Kur e kemi kështu në fund të fjalës zakonisht, t-jan lexohet sjan. F-ja lexohet F. W lexohet V. 2 M-ja që janë njëra pas tjetrës, lexohen M. 2 N-ja njëra pas tjetrës, lexohen N. SP-ja lexohet SHP. Pra në 2 raste lexohet S-ja sh, në rastin kur e ka t mprapa, edhe kur e ka p mprapa. S-C-H-ja është barabartë me sh. I-E kur është lexohet I e zgjatur. L-ja lexohet L në disa raste. E-U lexohet aj. E kena për shembull
euro, që është e barabartë me euro. Tash e kena A me 2 pika, që është pra A e zgjatur, që është E e zgjatur. Kur e ka Y mprapa, është e barabartë me I. I është e barabartë me I. 2A janë njëra pas tjetrës, lexohen vetëm A. 2O janë njëra pas tjetrës, lexohen vetëm O. 2 F-ja njëra pas tjetrës, lexohen F. 2 P-ja njëra pas tjetrës, lexohet P. R-ja lexohet R. 2 T-ja njëra pas tjetrës, me T, lexohen T. Kjo pra ke A-ja me 2 pika, që është E. E e zgjatur. E patëm edhe N E të zgjatur, pra anë me 2 pika, O-ja me 2 pika, e cila është O e zgjatur, edhe U-ja me 2 pika, e cila është Y e zgjatur. Pra ky është alfabeti në gjuhën gjermane.